S'muj me nejt unë ty pat pa. Le të shpërthejnë tash për torë dhe Lori. Hajde le thojnë që Davidi bashkëpunim me Ermalin. Aku djem pas kemi na shtin dhe. Qysh bre verës kësaj këngë me na shtin me kaj. Po, me kajt në ritëm. Cili ka me konë bashkëpunimi i radhës, se vera tepër ngat edhe sigurt kime pas ndaj bashkëpunim me ndaj artist Kosovës, kështu që veç po e pres për cilin kime thonë. Po e them ekskluzivisht Okay. për ju se seriozisht kam marrë me shumë qejf, me kënaqësi, më kanë respektu shumë. Do kem një emër shumë të madh, është prapë artisti i Kosovës. Ermal Feyzullah. Dhe kena një material shumë limonat, shumë komercial, shumë këngë e bukur. Jo pse është e jora, po tepër e bukur ka dalë. Oh, super. A keni rikthy diçka? Jo, është krejt këngë origjinale. Krejt nga O deri në Zh është. Kush e ka shkruajt, mos thuaj që e ke shkruajt te. Jo. Jo, këtë këngë tekstin na vjen melodike ka shkruar një djalë i ri, i cili bashkëpunon prapë me studion e kriketit. Unë kam shumë bashkëpunëtor të ngushtë, kriketin e llaj është i plovës edhe i Kusisë. Po. Kështu që të dy jena malësore, kena një botë dhe një kimi të gati pothuajse të njëjtë, kuptojmë njëri tjetrin. Edhe Qysh ke bashkëpunimi me Ermalin, po më intereson. gjërimet janë përfundua, kënga është përfundua. Këto 2-3 javë do lançohet, kështu që për këtë arsye edhe e thash. Okej. Le të shpërthejnë tash për torë dhe Lori. Hajde le thojnë që Davidi bashkëpunim me Ermalin, apo e ki të vështirë në ashta pjesën tënde ose një pjesë të refrenit, me sjell pak për neve? A me zbulu thu. Nuk e As di. mjafton jo, që e thash me këngën e kam. Te ç'është tani ishte me bu, për mua nuk është problem. Në rregull. Po e kënoj pra një pjesë të refrenit, se kënga fillon bashkë me njëherë me refren. Është nga ato këngët që fillojnë me refrenin. S'muj me nejt unë ty pat pa, edhe zonin pa tani, qysh na dy me unda, e me hup këtë dashni. Ku djem pas kemi na shtin dhe. Qysh bre verës kësaj këngë me na shtin me kaj. Po, me kajt në ritëm. Edhe të kcy, edhe të kajt në të njëjtën kohë. Ku keni pa ju kështu? Këto janë më të vështira dhe më të